Gjithmonë unë them edhe besimtarëve kur vinë regjistrohen për haxh, u them që faktikisht të shkuarit në haxh është një përgjigje të një ftese që nuk i dim se kujt mund t'i vijë. Kemi për atyre besimtarëve që vinë regjistrohen dhe që kur nuk e kanë patur mundësinë që të shkojnë. Para pak ditësh ishte një besimtar i regjistruar por që ndroi jetë. E pati të pamundur që të shkonte edhe ndonse ishte e regjistruar. Pra në vetvete kjo është një ftesë që i bëhet nga Allahu xhelle xhelaluhu dhe lebejk Allahu me lebejk është një përgjigje e një thirrje. Nuk na vjen një thirrje nga dikush me në një status shoqëror apo me një pushtet apo me diçka tjetër. Na vjen nga Allahu xhelle xhelaluhu. E ku ka emocion më të madh, ku ka lumturi dhe gëzim më të madh që ti përgjigjesh thirrjes së Allahu xhelle xhelaluhu ku thot: "O robim, hajde, je i ftuari, miku im, mysafiri im në shtëpinë time", dhe ti thua: "O Zoti im, tu përgjigja dhe ja unë po vi, kam lënë pas çdo gjë dhe po vi". Ky është nga emocionet që gjithmonë i shoqëron besimtarët, duke filluar nga avioni në ritualet e tjera deri në momentet e përfundimit të haxhit. Dhe kjo është nga ato emocionet kryesore që besimtarët përjetojnë në këtë rrugtim.